Ish banore e shtëpisë më të famshme në Shqipëri, Greta Kazazi ka tërhequr vëmendjen e ndikësve me postimin e saj më të fundit në Instagram, ku nuk mungoi as humori dhe as konfuzioni. Në fotografinë që publikoi, Greta shfaqi në krahët e partnerit të saj Ono, ndërsa ajo që ra më njëherë në sy ishte barku i rrumbullakosur, duke bërë që shumë dikës ta ludonin se ish banoreja mund të ishte në pritje të ëmbël. Pamja u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe komentet nuk munguan pasi shumë fansa nisën me njëherë urime dhe pyetjet për një shtatzani të mundshme. Megjithatë, ata që ndjekin Gretën prej kohësh e dinë se ajo është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe nuk ishte lënë të kuptojë më herët për një lajm të tillë. Për të shuar gjithë dyshimet, ka reaguar vetë Greta me shumë humor. Ajo sqaroi se gjithçka ishte realizuar përmes aplikacioneve të editimit dhe nuk bëhet fjalë për një shtatzani reale. 9 muaj? Jo, 9 sekonda Photoshop. Asikur të ishte edhe në jetë kështu, shkroi ajo krahas fotos, duke bërë të qartë se postimi ishte thjesht një shaka, por edhe një dëshirë për të ardhmen. Ndërkohë, Greta vazhdon të jetë shumë aktive pas eksperiencës në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Vetëm 2 ditë më parë ajo organizoi një festë falënderimi për miqtë dhe njerëzit e afërt që e mbështetën gjatë rrugtimit të saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit.